Në shtëpinë e Big Brother Kosova, çdo ditë ishte e mbushur me emocione të papritura. Lojtarët njihnin njëri tjetrin, ndonjëherë shpejt, ndonjëherë ngadalë, por gjithmonë intensiteti i ndjenjave ishte i lartë. Disa marrëdhënie lindnin dhe prisnin të kuptohen, disa përfundonin dhe linin boshllëk të pashpjeguar. Por pak çaste ishin kaq vendimtare sa ai që po përjetonte Limi, pas ndarjes së tij me Dolçen, Limi ndjeu një boshllëk të papërshkrueshëm. Ai e kuptoi menjëherë se çdo ndjenjë që kishte ndjer me të, çdo buzëqeshje, çdo afërsi, ishte e bukur për momentin, por nuk kishte themele të qëndrueshme. Ajo që kishte vërtet rëndësi, ajo që kishte mbetur e pacenuar dhe e vërtetë, ishte Albën. Ishte dashuria që kishte pritur, që kishte qëndruar, e heshtur, e duruar dhe e fuqishme. Ai e ndjeu brenda vetes se tashmë nuk kishte më kohë për dyshime. Nuk kishte më mundësi për gabime që nuk mund të përballoheshin. Çdo ndjenjë e gabuar, çdo afrim i pavend, çdo puthje e gabuar ishte vetëm një reflektim i asaj që ai nuk e kishte kuptuar më parë, se dashuria e vërtet nuk mund të injorohet. Kur u vendos të afrohej tek Alba, Limi ndjeu çdo hap. Zemra i rritë shpejt, por çdo lëvizje ishte e vendosur. Ai e dinte se momenti ishte i rëndësishëm, se çdo heshtje, çdo shikim kishte peshë. Ai nuk po afrohej thjesht si një banor tjetër i lojës. Ai po afrohej si njeri që do të tregonte seriozitetin e ndjenjave të tij. Alba ishte aty, e ulur në një cep të dhomës, e qetë, por me një ndjesi të brendshme që ashtu si Limi e ndjente rëndësinë e momentit. Ajo nuk e dinte ende se çfarë do të ndodhte, por zemra e saj e ndjente tensionin, atë pritje që shpesh i shoqëron dashuritë e vërteta. Kur Limi i afrohet, ai fillon të flasë ngadalë, me zë të qetë por të ngarkuar me emocione. Çdo fjalë që thot nuk është vetëm për të shprehur ndjenjat e tij, por për të treguar seriozitetin e një zgjedhjeje që nuk mund të shtyhet më. Ai i kap dorën Albës, duke e parë në sy, dhe çdo tension brenda dhomës bëhet i dukshëm. Nuk ka kamerë që mund të fshijë atë moment, nuk ka lojë që mund ta shkatërrojë ndjesinë që po lind. Ai shpreh hapur gjithçka që ka ndjer, boshllukun pas ndarjes, pendesën për gabimet e shkuara, por mbi të gjitha, dashurinë dhe përkushtimin që ka ndaj saj. Ai i propozon martesë Albës, një veprim që shkon përtej lojës, përtej kamerave, përtej çdo ndjesje të kalimtare. Ky nuk është vetëm një puthje apo një prekje, është një premtim i vërtetë, një përkushtim për jetën e tyre së bashku, një shprehje e dashurisë që ka qëndruar e pandryshuar. Alba e ndjen momentin. Malli i saj, dashuria e mbajtur për kaq kohë, tani gjen një formë të qartë. Ajo kupton se pritja e saj, durimi dhe ndjenja e heshtur nuk ishin të kota. Lëvizjet e Limit, fjalët e tij dhe unazat që ai i jep nuk janë vetëm simbolik, janë prova se ndjenja e vërtet triumfon mbi çdo gabim, çdo dyshim dhe çdo ndjenjë kalimtare. Në atë çast, dhoma e Big Brotherit nuk është më thjesht një hapësirë e mbyllur. Ajo është e mbushur me një qetësi të jashtëzakonshme, me një ndjenjë se koha është ndalur për këta dy njerëz. Një ndjenjë se çdo moment i kaluar, çdo gabim i bërë, ka qenë pjesë e rrugës që i ka çuar deri këtu. Kur Alba pranon propozimin, emocionet përzihen, lop të heshtur lumturie, buzëqeshje të përbashkëta dhe një qetësi që mund të perceptohet vetëm nga ata që e kanë përjetuar dashurinë e vërtetë. Ata qëndrojnë të dy pranë njëri tjetrit, duke ndjer fuqinë e ndjenjave që nuk mund të shuhet, një dashuri që nuk mund të zëvendësohet dhe një premtim për të ardhmen që tani është i qartë dhe i pandashëm. Ky moment nuk është thjesht një propozim martese. Ai është përmbledhja e gjithë emocioneve që kanë kaluar në shtëpinë e Big Brother Kosova, gabime, tradhti të heshtura, ndjenja të mbajtura për një kohë të gjatë dhe mbi të gjitha, dashuri e vërtetë që nuk mund të harrohet. Ai është dëshmi se ndonjëherë dashuria e sinqertë triumfon mbi gjithçka tjetër dhe se ndjenja që pret, duron dhe qëndron e vërtetë, gjen gjithmonë rrugën e saj drejt lumturisë. Në fund, Limi dhe Alba qëndrojnë të përqafuar, të qetë, duke kuptuar se çdo moment i kaluar, çdo gabim dhe çdo ndjenjë e ndjer, ka qenë pjesë e rrugës që i ka çuar drejt njëri tjetrit. Dhe kjo, në fund të fundit, është ajo që ka rëndësi, dashuria e vërtetë, e fortë, e pandryshueshme dhe e përjetshme. Puthja që nuk ndodhi, tradhtia e heshtur, ka momente në jetë që duken të vogla, por që mund të lënë gjurmë të mëdha. Një shikim, një buzëqeshje, një lëvizje e vogël e trupit, të gjitha mund të ndryshojnë rrjedhën e historisë. Dhe ka ndjenja që lindin pa paralajmërim, të papërgatitura, që bien mbi ne sikur stuhia e pranverës. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, diçka e tillë po ndodhte. Limi dhe Dolçe ishin duke kaluar një moment intim. Nuk ishte thjesht lojë, nuk ishte shaka. Ishte diçka më shumë.
Një ndjesi që tërhiqte zemrat e tyre, që i bënte të ndihen të gjallë, të lidhur, si dy njerëz që gjejnë njëri tjetrin mes kaosit të kamerave dhe izolimin. Lëvizja e parë, shikimi i parë i afërt, një buzëqeshje që zgjaste më shumë se zakonisht. Ata po afroheshin ngadalë, ndjesia po ndërtohej dhe në mendjen e Limit një gjë po bëhej e qartë, po vinte puthja e parë. Një puthje që nuk ishte vetëm puthje. Ishte premtim, ishte hap i ndjeshëm, ishte lidhje që shpesh nuk ndodh në fillimet e shpejta të një loje si kjo, por papritmas, Dolce u shfaq aty. Jo si pjesë e lojës, por si ndërprerës i një emocioni që po lindte. Jo me fjalë të forta, jo me gjeste të dhunshme, por thjesht duke qenë aty, duke ndërprerë ritmin, duke vendosur një distancë midis tyre. Dhe në atë moment, diçka ndryshoi. Një ndjenjë që kishte qenë e pastër, e brisht, filloi të shndërrohej në diçka tjetër, tradhtia që nuk shihet, tradhtia nuk ka gjithmonë forma të dukshme. Nuk është gjithmonë një veprim fizik. Ndonjëherë, ajo është mendimi që largohet, është ndjenja që zgjidhet për ditë tjetër, është zgjedhja e tërheqjes nga një dashuri që ishte e qëndrueshme. Kur Limi shikonte Dolçen, kur zemra e tij filloi të dridhej nga emocionet e përbashkëta, ai nuk e kuptoi menjëherë se po tradhtonte diçka më të vjetër, më të sigurt, diçka që nuk kishte mbaruar ende. Alban, çdo buzëqeshje, çdo afroje, çdo moment i thjesht ishte një hap më tej në diçka që nuk ishte planifikuar. Ai po kalonte kufit e ndershmërisë emocionale, edhe pa e kuptuar. Ishte tradhti, e heshtur, e ndjerë më shumë brenda se sa jashtë. Dolçja, duke hyrë papritur, nuk e prishi vetëm momentin fizik. Ajo zbuluar një realitet të fshehtë, ndjenjat e Limit nuk ishin thjesht për të, por për ditë tjetër. Dhe ky realitet filloi të ndikonte tek të gjitha ata që e vështronin nga jashtë. Një veprim i vogël i Dolçes, një ndërhyrje spontane, kishte zbuluar të fshehtën. Konflikti i brendshëm, brenda Limit nisi një konflikt i thellë. Një pjesë e tij ndjente kënaqësinë e afërsisë me Dolçen. Një pjesë tjetër ndjente dhimbje, faj dhe turp. Ai e kuptoi menjëherë se ndjenja e tij për Albën nuk kishte ikur. Në fakt, ajo ishte më e fortë se kurrë. Por zgjedhja e gabuar, impulsive, e kishte çuar në një situatë ku emocioni ishte përplasur me moralin dhe ndershmërinë. Ai dëshironte të ishte i sinqert. Por ndonjëherë është shumë vonë. Një moment i papërshtatshëm mund të shkaktojë pasoja që zgjasin për një kohë të gjatë. Ai nuk kishte menduar se një puthje që mund të ndodhte do të ishte kaq vendimtare, dhe një ndërprerje kaq e thjeshtë do të ekspozonte dobësinë e tij të brendshme, pritja dhe dhimbja e Albës. Ndërkohë, Alba, e cila kishte ndjekur ngjarjet me kujdes dhe me një ndjesi të brendshme që vetëm dashuria e vërtetë mund ta krijojë, filloi të ndjente një dhimbje të thellë. Ajo e kuptoi se Limi po shkonte emocionalisht drejt dikujt tjetër. Një dhimbje që nuk kishte zhurmë, që nuk kërkonte shpjegime, por që thjesht ekzistonte. Dhimbja e Albës nuk ishte pasion i mbetur. Ishte një ndjenjë që vinte nga tradhtia e ndjenjave të saj, që shikonte dikë që dashurohej nga zemra e saj, por që ndoshta nuk po e kuptonte plotësisht vlerën e asaj që kishte. Reflektimi dhe pasojat. Limi kuptoi gabimin. Ai kuptoi se çdo moment afërsie me Dolçen po bëhej një ndarje nga ajo që ishte më e vërtetë. Tradhtia nuk ishte e dukshme për të gjithë, por ishte e ndjerë thellë në zemër. Një veprim i vogël mund të krijonte një val ndjesish, dhimbje, faj, pendes dhe ndjenja të pashprehura që nuk mund të fshiheshin pas buzëqeshjeve të kamerave. Ai u përball me dilemat e tij. Vazhdon me emocionin e shpejtë, të fuqishëm, por të pavërtetë? Apo rikthehet te ajo që është e sinqertë, e vërtetë, e qëndrueshme? Ndërgjegjësimi dhe momenti i ndërgjegjësimit erdhi pikërisht atë ditë. Një ndjesi e thjeshtë, e heshtur, por e fuqishme. Dashuria e vërtetë nuk mund të zëvendësohet me emocion të shpërthyer. Limi e kuptoi se Alba kishte qenë gjithmonë aty, në sfond, duke pritur, duke besuar, dhe dashuria e saj ishte më e qëndrueshme se çdo ndjenjë kalimtare që mund të provonte me Dolçen. Tradhtia thjesht ishte një pasqyrë e gabimeve të tij. Një reflektim se ndonjëherë zgjedhjet e gabuara mund të bëhen evidente vetëm kur dikush ndërhyn, duke na treguar atë që ne nuk dëshironim ta shikonim, realitetin e ndjenjave tona të vërteta. Mësimi i heshtur. Kjo histori nuk përfundon me bujë apo skandal. Ajo përfundon me një kuptim të thellë. Ndjenja e vërtetë nuk shuhet me gabimet të momentit. Tradhtia, edhe nëse është e heshtur dhe e papërfillur nga të tjerët, lë shenjë. Dhe kur njeriu e kupton këtë, ai mund të zgjedhë të kthehet te ajo që ka vlerë, te ajo që nuk ka ikur kurrë, dashuria e vërtetë. Dashuria që u anashkalua, u tradhtua dhe u rikthye, ka dashuri që nuk bëjnë zhurmë kur lindin.
nuk shpërthejnë, nuk kërkojnë vëmendje, nuk bëhen spektakël. Janë aty që në fillim të heshtura, por të qëndrueshme. Dashuria e Albës për Limit ishte e tillë. Ajo nuk erdhi si befasi, por si vazhdimsi. Si diçka që kishte ekzistuar gjithmonë edhe përpara se kamerat e Big Brother Kosova të ndiznin dritat e tyre të forta, që në momentin kur Limi hyri në shtëpi, diçka ndryshoi në energjinë e Albës. Ishte një ndryshim i vogël, por i dallueshëm për ata që dinin të shihnin përtej lojës. Ajo e kërkonte afërsinë e tij natyrshëm. Një përqafim, një shtrëngim, një qëndrim pranë. Jo si lojë, por si nevojë emocionale. Si dikush që ka pritur gjatë dhe, më në fund, shet ditë që i zgjon kujtimet, por Limi ishte i lodhur. Ose ndoshta i hutuar. Ose ndoshta i frikësuar nga ajo që ndjente, zgjedhja e gabuar, në vend që ta shihte dashurinë e qetë dhe të sigurt që Alba i ofronte, Limi u kthye nga diçka tjetër. Nga Dolçja. Një lidhje që lindi shpejt, u ndërtua me impuls, me fjalë të forta dhe emocione të nxituara. Ishte një marrëdhënie që dukej e gjallë, por nuk kishte rënje, kjo ishte tradhtia e parë. Jo tradhti fizike, por emocionale. Tradhtia e zgjedhjes. Sepse kur dikush të pret me zemër të hapur dhe ti zgjedh të largohesh. Kjo lë plag më të thella se çdo fjalë e ashpër, Alba e ndjeu. E kuptoi. Por nuk reagoi me dramë. Ajo zgjodhi heshtjen. Jo sepse nuk vuante, por sepse kishte dinjitet. Ajo nuk ju lut, nuk u përfshi në intriga, nuk u përpoq të konkuronte. Ajo u tërhoq një hap prapa, duke e lënë Limit të jetonte gabimin e tij, dhe kjo ishte forca e saj më e madhe, pritja që dhem, pritja nuk është romantike. Pritja është thelodhshme. Është net pa gjumë, është buzëqeshje të shtirura, është durim që vret nga brenda. Alba priti, jo sepse mendonte se Limi do të kthehej patjetër, por sepse ndjenja e saj nuk kishte mbaruar, ndërsa Limi ndërtonte diçka me Dolçen, Alba po ndërtonte diçka me veten. Po mësonte të mos thyhej. Po mësonte të pranonte se ndonjëherë njerëzit që duam, zgjedhin rrugë që i largojnë nga ne, por asgjë e ndërtuar mbi nxitim nuk qëndron gjatë, rënia dhe zbrazëtia, marrëdhënia e Limit me Dolçen filloi të çarje. Fjalët u bën më të ashpra, keqkuptimet më të shpeshta, ndjenja më e paqartë. Ajo që dukej e fortë, u tregua e brisht. Dhe një ditë, gjithçka u prish, në atë moment, Limi mbeti vetëm. Dhe vetëm atëherë filloi reflektimi i vërtetë. Sepse kur zhurma pushon, njeriu dëgjon mendimet e veta. Dhe mes atyre mendimeve, Alba ishte aty. Jo si alternativë, por si e vërtet, ai kuptoi se kishte ngatëruar pasionin me dashurinë. Shpejtësinë me thellësinë. Zhurmën me qetësinë, kthimi te dashuria e vjetër, kthimi i Limit nuk ishte i menjëhershëm. Ishte i kujdesshëm. I ndrojtur. I mbushur me faj. Sepse kthimi te dashuria e vjetër kërkon guxim më të madh se largimi, Alba e pa ndryshimin. E ndjeu. Por nuk u hodh menjëherë në krahët e tij. Ajo e la të afrohej ngadalë. Sepse dashuria e vërtet nuk ka nevojë të vrapojë. Ajo ecën, dhe kur u përqafuan sërish, ai përqafim nuk ishte i njëjtë me të parin. Ishte më i fortë. Më i thellë. Më i sinqert. Ishte përqafimi i dy njerëzve që kishin kaluar dhimbje për të kuptuar vlerën e njëri tjetrit, fundi lumtur, por i fituar me dhimbje. Lumturia nuk erdhi si shpërthim. Erdhi si paqe. Si ndjenjë sigurie. Si kthim në shtëpi pas një rruge të gjatë dhe të gabuar, historia e Albës dhe Limit nuk është histori perfekte. Është histori reale. Me gabime. Me tradhti emocionale. Me pritje që dhem. Por edhe me rritje, pjekuri dhe rikthim, sepse disa dashuri nuk vdesin kur lihen pas. Ato thjesht presin që tjetri të mësoj të dashuroj siç duhet, dhe kur kjo ndodh, fundi nuk është thjesht i lumtur, është i merituar.